Mishi pulës me salmonella KU nuk gjen asgjë në përtregje. Nuk gjendet asnjë gram nga 2,6 ton mish pule i kontaminuar me salmonell që përfundoi në treg prej datës 21 mars, kur ISUV konfirmoi praninë e bakterit në ngarkesën prej 7,8 ton fileto pule. Autoriteti kombëtar i ushqimit nisi kontrollet në njësi tregtare me qëllim bllokimin e produktit. AKU thot se grupet e inspektimit ushtrin në 10 qarqet ku ishin shitur mishi, madje në të gjitha njësitë tregtare janë vendosur njoftime me foto të produktit për të informuar konsumatorin që në rast se e kanë bler këtë mish të mos e konsumojnë. Sasia prej 7,8 ton mish pule importuar nga Brazili mbriti në portin e Durrësit në 11 mars dhe pas analizave të kryera pranë Institutit të Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë në 21 mars u konfirmua praneja e bakterit rrezikshëm në mishin e ngrirë të pulës. Problemi sipas AKU-s u thellua më tej nga fakti se kompania importuese ka paraqitur fatura fiktive duke penguar gjurmimin e saktë të produktit të kontaminuar në treg, prandaj ajo është kallëzuar në prokurori. Policia e Tiranës ka shpallur në kërkim administratorin e kompanisë importuese. Gjithashtu në hetim është edhe vllai i tij, i cili dhe 3 inspektor të AKU-s, të cilët dyshohen se me veprimet dhe mosveprimet e tyre kanë lejuar futje në treg të këtij produkti të mbërritur në portin e Durrësit në 11 mars. Dyshimet e policisë për 3 zyrtar lidhen me vonesën e përgjigjes analizave të kryera kampioneve të mishit që ka marrë rreth 10 ditë nga 3 ose 4 ditë që duhet zakonisht. Mishi pulës i kontaminuar me salmonell përbën një kërcënim të drejtë për shëndetin. Infeksioni salmonellës mund të shkaktojë diare të rëndë, ethe dhe dehidrim, simptoma që shfaqen brenda 8 deri 72 orë pas konsumimit të mishit të infektuar. Vetëm gatimi në temperatura mbi 70 gradë Celsius mund të eliminojë rrezikun.